Ju faleminderit njerëz të mirë me zemër të madhe. Në kuadër të aktiviteteve të Kryqit të Kuq të Kosovës, në bashkëpunim me degën lokale në Vushtë të Re dhe në funksion të promovimit të vlerave humane, shkolla jonë mori pjesë me 4 projekte. Çdo gjë filloi me një ide, një dëshirë sinqertë për të sjellë ndryshim në shkollë dhe në komunitetin tonë, bashkë me përkrojen e palodhur të drejtuesve të shkollës, drejtorit Ibrahim Lau dhe zëvendës drejtorit Fatmir Mulako, dhe 2 profesoreshave tona dhe psikologës tonë të mrekullueshme, Hadije Meholli Bajraktari, Sadije Bajvura Klinoko dhe Manushoqe Vilja Roci, të cilat nisën planifikimin e projekteve tona. Por për të kthyer idetë në vepra, duhej më shumë se sa vullneti ynë i mirë, prandaj morëm guximin të trokosim në dyert e bizneseve, kompanive dhe barnatoreve të qytetit tonë dhe ju na hapet zemrat tuaj. Jo vetëm që na pritet me ngrohtësi dhe mirëkuptim, por na ofruat edhe mbështetje që na duaj për të realizuar qëllimet tona. Bashkë me ju arritëm të bëjmë më shumë se sa kishim menduar. Ndihmuam familje që kishin nevojë për përkroje, organizuam një fushat vetëdijësuese kundër dhunës, mbajtëm një panajer kulturor që bashkoi njerëz dhe tradita, pajisëm shkollën me rafta për telefona dhe kuti të ndihmës së parë. Fal mbështetjes suaj, mësuam se sa shumë mund të arrihet kur bashkohen forcat dhe zemrat e mira. Kjo përvojë na dha më shumë se sa realizimi i projekteve, na dha besimin se ndryshimi është i mundër. Ju faleminderit për çdo ndihmë, fjalë të mirë dhe dorë të zgjatur. Zoti ju shpërblet me të mirë dhe ju bëj kuft për gjithçka që bëni.